që prej shkurtit pas prangosjes së Erion Veliajt, marrëdhënia e tij me qeverinë është karakterizuar nga tensione dhe veprime administrative që synojnë kufizimin e rolit të tij, ndërrimi i nënkryetarëve, delegimi i kompetencave tek Anduela Ristani dhe vendimi i Këshillit të Ministrave si dhe dekreti i presidentit për zgjedhje të parakohshme në Tiranë janë pjesë e një sfere të gjerë presionesh politike. Megjithatë, dokumenti i fundit i Veliajt i drejtuar ndërmarrjes së dekorit dhe eventeve tregon se ai synon të vijojë aktivitetin e tij të përditshëm si kryetar bashkie, duke u fokusuar tek dekorimet dhe ndriçimet e shesheve, rrugëve dhe godinave të ministrive. Sipas strukturave të Partisë Socialiste, aktivitetet e përditshme dhe dëgjesat me qytetarët nuk janë dalur, duke treguar për kushtimin e tyre për të adresuar problemet e kryeqytetit pavarësisht sfidave politike. Me datë 3 nëntor, kushtetuesja i dha të drejtë Erion Veliajt duke lënë detyrë si kryebashkiak i Tiranës. Gjykata kushtetuese rrëzoi vendimin e qeverisë për shkarkimin dhe shfuqizoi dekretin e presidentit Bajram Begaj për shpalljen e zgjedhjeve në Tiranë. Kushtetuesi argumentoi se Veliaj nuk u pyet duke ju mohuar një proces i rregullt ligjor, ndërsa theksoi se një kryebashkiak mund të shkarkohet vetëm sipas nenit 115 të ligjit themeltar për një shkelje të rëndë.